Gjithkush është përgjegjës për jetën e tij. Deputeti socialist Loer Kume reagon për arrestimin e vllajt të tij. Gjatë operacionit të sotëm, policor të urdhëruar nga SPAK në Durrës, në prangat e policisë ka rënë edhe shtetësia Enea Kume, që rezulton të jetë edhe vllai i deputetit Partisë Socialiste Loer Kume. Deputeti i Partisë Socialiste Loer Kume ka qenë live në një intervistë televizive kur në media u bë publik lajmi për arrestimin e vllait të tij. Enea Kume i akuzuar për tjetërsim pronash tek Gjiri Lalzit. Loer Kume ka bërë të ditur se i vëllai është arrestuar mbrëmjen e djeshme dhe se për sa kohë nuk ka një vendim fajësia, ai do të konsiderohet i pafajshëm. Ndër të tjera, deputeti i Partisë Socialiste tha se në fund secili mban vetë përgjegjësi për jetën e vet dhe vendimet që merr. U vura mbrëm në dieni, është arrestuar dhe është i dyshuar se për sa kohë nuk ka një vendim fajësie, do ta konsideroj të pafajshëm deri në momentin që drejtësia të flas, por gjithkush është përgjegjës për jetën e tij dhe vendimet që merr në jetën e tij. Por të mos flasim para kohë, shpreh deputeti Loer Kume.